Përshëndetje, sa të informuar janë shqiptarët që kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar? Po pasi hynë ilegalisht në një shtet të huaj, çfarë ndodh me ta? Do ndaj me ju një informacion shumë të rëndësishëm. Mos harro të bësh subscribe në kanalin tim në YouTube channel Zëri i Mërgjimtarit. Ka 4 mënyra me anë të cilave një person mund të hyjë në popullatën e banorëve të paautorizuar në Mbretërinë e Bashkuar. Të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar me një vizë dhe të tejkaloj qëndrimin, duke përfshirë rastet kur leja e qëndrimit anullohet për shkak të një dënimi penal. Të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar pa autorizim ose përmes mashtrimit, siç është përdorimi i dokumenteve të falsifikuara. Të mos largohet nga vendi pas një apelimi për azil që është refuzuar dhe pas janë shfrytëzuar të gjitha të drejtat e apelimit. Të lindë në Mbretërinë e Bashkuar nga prindër që janë emigrantë të paautorizuar, sepse Mbretëria e Bashkuar nuk ka shtetësi nga lindja. Çfarë i bën njerëzit të migrojnë pa autorizim? Kjo është parë më shumë si kombinimi faktorëve shtytës që i nxisin ata të lënë vendin e origjinës, siç janë destabiliteti politik, dhuna ose trubullirat ekonomike. A janë njerëzit e vetëdijshëm për rreziqet dhe përfitimet e migrimit të paautorizuar? Në një farmase, po. Migrantët potencial zakonisht janë të vetëdijshëm për të dyja rreziqet që lidhen me një udhtim të paautorizuar, si vdekja, dhuna ose abuzimi, si dhe përfitimet ekonomike në destinacionin e tyre. Megjithatë, ata përballen me pasiguri të madhe dhe informacion të kufizuar. Shumë i nënvlerësojnë rreziqet dhe mbivlerësojnë shanset e tyre për të fituar statusin ligjor. Por më tepër, pak prej tyre kanë njohuri të detajuara mbi zhvillimet e fundit në vendet e destinacionit. Studimet që shqyrtojnë kërkuesit e azilit gjithashtu kanë zbuluar se ata ishin relativisht të painformuar për të drejtat për asistencë sociale ose ndryshimet në politikat e vendit që synojnë. Midis vitit 2020 dhe fundit të shtatorit 2024, rreth 175.000 mbërritje të paautorizuara janë regjistruar nga autoritetet. Prej këtyre, 78% kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kaluan kanalin me një anije të vogël. Rritja e përvojës dhe profesionalizmi i operacioneve të kontrabandës ndoshta kanë forcuar në një zgjerim të rëndësishëm të kësaj rruge. Mbretëria e Bashkuar preferon rikthimet vullnetare, të cilat janë më të lira dhe konsiderohen më të humanizuara. Një vlerësim nga viti 2013 vendosi mesataren e kostos së një rikthimi të detyruar në 15.000 pound. Ndërsa mesatarja kostos e një rikthimi vullnetar ishte rreth 7.000 pound në vitin 2015. Njerëzit pa status ligjor nuk mund të gjejnë punë, të japin shtëpi me qira, të hapen një llogari bankare ose të kenë një licencë drejtimi në Mbretërinë e Bashkuar. Ata gjithashtu nuk lejohen të aksesojnë përfitimet e shërbimeve sociale ose shërbimet publike kyçe. Për më shumë informacione, mos harro të bësh subscribe në kanalin tim në YouTube channel Zëri i Mërgjimtarit.